Bijtë e Shqipës, gjatë shekujve, kanë qenë dëshmitarë të pushtimit, sundimit, dherzimit të ushtërive të perëndërive të mëdha. Një pjesë e shqiptarëve mundën të ruan një shkallë të lartë autonomie në kështjellet e tyre të padepërtueshme malore, duke u mbrojtur nga pushtuesit romak, bizant, slav, osman e tjerë. Viti i pavarësisë të rojet shqiptare i gjeti akoma të paqliruar. Tani më jo nga zgjedha turke, por nga grabitqarët e ri-slave. Në një situatë të tillë në shumë toke shqiptare, si në Kosovë, Maltëzi dhe në shumë pjesë të Maqedonisë, aty ku jetonin shqiptarët, u bën raprezalje, pati masakra të pafund dhe që pasoi pati një dyndje të madhe të shqiptarëve. Zonat që goditeshin më shumë ishin ato ku rezistenca e trimërisë ishte më e madhe. Historikisht një nga këto zona ku rezistenca që e më e madhe ishte zona e Kërçovës së sotme dhe pikërisht rrethi i Zajazit legjendar. Pozita gjeografike që ka Kërçova rrethuar me male nga të katër anët, në të cilën rrjedhin 3 lumej që me bashkimin e tyre në anën jugore të Kërçovës formojnë njërë nga degët kryesore të Vardarit, Treskën, ka bërë që ky qytet të banohet qysh në antikitet. Nyja lidhëse që përbën Zajazi, nëpërmjet të cilit lidhet Shkupi me Ohrin, apo ajo që ne sot e quajmë korridori 8, ka bërë që këtu të zhvillojnë luftara nga të cilat kanë rënë shumë dëshmorë, po edhe ku janë masakruar shumë shqiptarë të Zajazit, sidomos në periudhën e viteve 1912-1913, por edhe më tej. Kur Italia fashiste kapitulloi në tërheqje sipër, ushtria italiane i dogji magazinat dhe kazermat ku ata qëndruan në qytetin e Kërçovës. Mirë po si gjithmonë, slavët nuk rrinin pa e vjedh vrerin e tyre në dëm të shqiptarëve. Ata me intrigat e tyre mbollën përçarjen ndërmjet shqiptarëve duke thyer rezistencën. Futën vllavrasjen në mesin e nacionalistëve shqiptarë, duke i ndarë në 2 fronte. Dobësimi i rezistencës, më pas solli pastisjen, arrestimet, maltretimet, nënshtërimin e si pasojë e kësaj, largimin e një pjesë të popullatës në Mërgjem. Pas pushtimit të qytetit të Kërçovës nga ana e slavëve, të cilët në emër të shlirimit dhe ndjekjes së njerëzve që gjoja luftuan me nazistët gjerman, gati gjysmën e Zajazit e dogjën, ndërsa shumë shtëpi të tjera i rrafshuan. E gjithë kjo ndodhte në fund të vitit 44 dhe në fillimin e vitit 45, atëherë kur në këmbë ngrihet një shtet i cili do të quhej Jugosllavi, një emër që do të quhej brenda gati 40 vitesh. Ishin 40 vite që ushtroi një presion, një diskriminim dhe shqiptarëve nga aparati shtetëror i shtetit slav. Ky presion ishte më i madh aty kur rezistenca që më e madhe, në zonën e Kërçovës. Një ndjekje e vazhdueshme nga pushtetet dhe pushtuesit i është bërë edhe familjes nga e cila jo rastësisht do të dilte një prijes ushtarake politik, i cili për të vendosur nderin e të parëve pas gati gjysmë shekulli kthen dinjitetin e humbur. Ky është Ali Ahmeti, i quajtur në Mërgim Abazi, pseudonim me të cilin ruante vehte nga të papriturat që mund t'i vinin nga UDB-ja e ish Jugosllavisë. Si ta shfaq dhëmbjen për ty o popull martir. As me mjetet më moderne, elektronike, nuk mund ta përshkruaj dhëmbjen e madhe për popullin tim martir, për popullin tim të nëpërkëmbur, përbuzur, shfrytëzuar, që kush e di sa herë është vënë para bajonetave e armëve të zgjarit për shfarosje. Nuk kam mundësi të trajtoj të ndarë në kapituj çdo etapë zhvillimit të ngjarjeve, të çdo ngjarje që di, që kam lexuar e dëgjuar. Por pa thënë e pa bërë diç sa i takon dhimbjes së madhe për sakrificën e popullit tim, s'më let dot zemra, e goditur thellë nga ngjarjet që kanë përjetuar të parë tanë, ndaj të cilëve ndjejmë një borxh të pafund. Do të ishin fjalët që për gati 20 vjet veprimtari në Mërgim, do të ushqenin dhe mbanin gjallë idealet e liderit të ardhshëm të UÇK-s, Ali Ahmeti.
për gati 20 vite me radhë, qysh për i kur ndërpreu studimet në Prishtinë, atëherë kur u arrestua nga UDB-ja Jugoslave, Ali Ahmeti së bashku me adhetarë të tjerë do të punojë dhe veprojë në Zvicër, Gjermani e kudo në Perëndim, me përkushtimin e vetëm që ishte shkatërrimi i Jugosllavisë. Banesa ku jetoi i quajtur në atë kohë bazi, ishte të jetë e papërshtatshme për një jetë normale. Jeta bëhej akoma më vështirë kur ky adhetar e dinte se nuk është larg shtëpisë vetëm për të siguruar kafshatën e gojës, por për të quar amanetin e të parëve deri në fund. Amanet i cili nuk ishte aq i lehtë për të dhe trimat e tjerë, nga që bëhej fjalë për kthimin e dinjitetit të nëpërkëmbur nga regjimi slav. Kështu vajtja e këtyre veprimtarëve në Perëndim i dha komunitetit shqiptar edhe shkëndijën e parë të lëvizjes kombëtare shqiptare. Protagonistët kryesorë të kësaj lëvizje ishin adhetarë të shumtë nga të gjitha trevat shqipfolse. Roli i adhetarëve të mëdhej është hedhja e hapit vigan epokal, që zgjon historinë duke e marrë për dorë si fëmijë të ecë përpara që ajo të maskotet e përgjumur mbi datat antike. Të tillë ishin veprimtarët e shquar shqiptar të dekadave të fundit, në mesin e të cilëve ishte edhe Ali Ahmeti, i cili për të luftuar dhimbjen e popullit të tij dhe për të dhënë fuqi vetes, duke i vluar gjaku e i gufuar shpirti, këndonte këngët e kënduar nga populli i tij heroik në për tymrat lakët. Katër burra me një fmi, me një zdojshin o për kufi, fjallë të fullit o qeltanika, as me ditë se më therlin thika, as me ditë se mytem lujt, nuk i bindem o urtin trujt, o jam shqiptare more thaj, nuk e jani. Vitet 90 sollën dhe lëkundjet e para të ekzistencës së Jugosllavisë. Lidhja popullore kosovare, si një organizat nga më të fuqishmet patriotike të diasporës shqiptare dhe në të njëjtën kohë organizata më jetëgjatë e emigracionit shqiptar gjatë periudhës së 50 viteve të fundit, në krye të së cilës qëndronte edhe Abazi, shtonte intensitetin në përgatitjen për shpërthimin e një revolucioni të armatosur. Fillimisht ndaj forcave okupuese serbe në Kosovë. Jugoslavia po shkatërroi. Nga humbjet që pësonte ushtria serbe në Bosnjë e Kroaci, rritej represioni ndaj popullit të papajshëm shqiptar të Kosovës. Kulmi i të gjitha dhimbjeve u shfaq kur u mësua dhuna e përbindshme që u bë familjes Jashari. Dhimbjet u shtuan akoma më shumë kur ndodhi masakra e Reshakut. Populli u përpoqte vetë mbroj. Bijtë e bijet më të mirë i qëndruan pranë duke bashkë luftuar e duke jetuar me to. Këta ishin luftëtarët e lirisë. Për veprimtarinë e këtij trimi, më mirë se kushdo do t'tregoni shokët e ngushtë me të cilët krijoi bërtham në shëndosh televizio të mëdha, si adhetarët e shquar Recep Malej, Nuhi Berisha, Afrim Zhidia, Fakhri Fazliu, Edmond Hoxha, Femilla Drovci, Luan Haradinaj e Akif Fazliu, e me të cilët Ali Ahmeti projektoi epokën e ardhë për shqiptarët, epokë të cilën për fat të keq nuk arritet ta gëzoni shumë adhetarë të cilët vepruan bashkërisht me të. Kur shikoj Aliun më duket sikur po më vjen afrimi, janë disa nga fjalët e Bacës. Qovë nga ona jonë, qovë nga onë tjera që dëshmonë këta se Ali Ahmeti në bëndë të lidhje shumë të afërta organizative me Adem Jasharin dhe grupin e tij. Por Ali Ahmeti nuk ka mojt lidhje vetëm me Adem Jasharin. Ai ka mojt lidhje edhe me gjithë komandante zonave që më vonë, që më herët ishin të organizuar rreth grupit Drenicës dhe që me vonë në shtrin në tërë teritorin e Kosovës, ai ka mbajtur me anë lidhje të
shumë të afërta me gjithë komandantëve ka pas një mirë kuptim në punën dhe aktivitetin e tyre. Megjithatë, i pyetur në librin e tij të kujtimeve, Ramush Haradinaj se cilët janë njerëzit që bekuan emrin e 3 inicialeve UÇK, Haradinaj përgjigjet. Ishin disa njerëz në mesin e të cilëve edhe Ali Ahmeti nga Zajazi i Korçovës, që merreshin me çështje të rëndësishme. Dhe më tej në kujtimet e tij Haradinaj shton. Kur e pam gjendjen në rënd të popullit, arritëm në përfundimin se nuk mund të punohet pa armë, dhe në bashkëpunim me Ali Ahmetin morëm masë që nga fundi i vitit 94 të fusim armënat dhe për ta çliruar atë nga zgjedhja slave. Vetura e markës Peugeot 306 do të ishte mjeti me të cilin në tokët shqiptare do të futeshin shumë armë të çlirimit. Derisa këtë mjet e sekuestron policia slave duke arrestuar si bashkëpunëtor edhe vllaun e vogël të Trimit nga Zajazi me pseudonimin Abazi. Ky ishte Ali Ahmeti i kohës së para dhe gjatë luftës së Kosovës. Njeriu i cili nuk kurseu për asnjë moment familjen, shokët dhe veten e tij në shërbim të çështjes shqiptare. Njeriu i veprimeve dhe sakrificës së madhe, njeriu i cili për ideale kombëtare preferoi të ecë dhe zbathur në përhakull e acar, kur të tjerët esin me kpucë të leshta në për kancelarit, ku shtypeshin dhe vriteshin shqiptarët. Pikërisht për shkak të aktivitetit madhor të Ali Ahmetit, Karshi Kosovës, strukturat të caktuara të bashkëpunëtorëve serb, siç eliminuan Ilir Konoshetin në Shqipëri, provuan të eliminojnë edhe Ali Ahmetin, dhe pikërisht me kërkuan të eliminojnë edhe Ali Ahmetin, dhe pikërisht me datën 26 nëntor të vitit 1998, vetëm 4 ditë pas vrasjes Femil Ladrosit dhe bashortës tij Gjeva Krasniqi Ladrosit, duke menduar se ati ju thyn krahët, ata tentuan ta kidnapojnë dhe më vonë ta eliminojnë Ali Ahmetin. Tentime për eliminim Ali Ahmetit ju kanë bërë edhe shumë herë tjera, por kjo kanë bërë në kujtesën e time, sepse vetëm 4 ditë pas vrasjes llojit tim dhe punotës time është mendu se është momenti i caktuar ideal për armisht e Kosovës që të eliminojnë edhe Ali Ahmetin, njerin i cili kishte lidhje të afërta me Fermiun, me Ademin dhe me gjithë njerëz e luftës në frontin e Kosovës. Ali Ahmetin unë e njoh që nga vitet 86, kur kam qenë në shkollën e mesme. Aso kohë ai ishte në ilegalitet dhe strehoi herë në shtëpinë tonë, herë në shtëpinë e disa aktivistëve tjerë të lëvizjes popullore të Kosovës asaj kohe. Dhe për të folur për Ali Ahmetin duhen ditë të tëra edhe orë të tëra që të elaborohet figura në mënyrë reale se kush është Ali Ahmeti. Mirë po besoj që në emisionet e tilla nuk mund të pasqyrohet qartë një figurë e tij. Unë do të shkëpus disa kujtime në disa momente dhe segmente të cilat Ali Ahmeti shquhet dhe është njëra ndër figurat kyçe të çështjes kombëtare, të kauzës kombëtare, qoftë në Kosovë, qoftë në trevat e Maqedonisë apo në Preshevë dhe Medvegje Bujanovac, dhe si i tillë ai mbetet figurë e cila do të radhitet në historinë e popullit shqiptar. As gjithë asaj që ndodhi për gati 12 vjet, ish Jugoslavia po shpërvej. Slovenia u mbetësua, Kroacia fitoi lirinë, Bosnia dhe Hercegovina me ndihmën e paqëruesve përpiqet të kthehej në normalitetin e jetës. Serbia po bën shkatërimet që pësoi nga sulmet e NATO-s, ndërkohë që më në fund Kosova po ndërton të ardhmen e saj. Në Ballkanin e të mosur dhe tërheqërek të shkatëruar, politikanët Maqedonës e Republikën e Maqedonisë ju pëlqente ta quanin oazin e paqes.
Valla e meriton të emër kjo republikë e cila kontrollohet kryekëput nga politika slave, politika të cilat diskriminojnë shqiptarët më shumë se sa në kohën e ish Jugosllavisë? Absolutisht jo. A mund të quhet oazi i paqes ky shtet i ri, i cili në të tov derdhi gjak, internoi dhe burgosi profesora, vetëm pse shqiptarët deshin të hapnin universitetin e tyre? Kur në Kosivar u masakruan shqiptarë dhe u burgos kryetari i komunës, vetëm se vendosi flamurin shqiptar afër atij Maqedonës, për të dëshmuar se këtu jetojnë edhe shqiptarë? Apo e quani në oazë të paqes pse në bit pazar vriteshin fëmijë vetëm se shitnin cigare për të siguruar kafshatën e gojës? Apo akoma më keq, pse shumë detar u burgosën apo u vranë në pragun e shtëpisë, vetëm se kërkonin të jetonin të lirë dhe të barabartë në këtë shtet të ri, i cili pa i shtypte shqiptarët dhe i diskriminonte ata në çdo fushë të jetës. Vau, a kjo në qenë ka oaza e paqes? Partitë politike shqiptare, edhe pse u krijuan dhe u frymëzuan po nga ajo lëvizje e cile vepronte jashtë atë dheut, nuk arritën për gati më shumë se një dekadë të vendosin aty ku meritonin pozicionin shqiptarëve në Kushtetutën e Maqedonisë. Dhe pikërisht, mu atëherë kur shpresa shqiptare filloi të venitet, erdhi rrezja e shpresës, sikur që vjen duke shpërthyer në mesin e një qielli të vretër me plot re, një rrezje e diellit, e cila për shqiptarët e Maqedonisë do të quhej UÇK, dhe e cila udhëhiqej nga lideri i saj politik, Ali Ahmeti. Tu ka lindo Ali Ahmeti, atë dhe tare politika, la kurbetin dhe u këthyn vatan, me luftaret besa bes, bal ju prini UÇK. Dje në 22 janar 2001, në të ardhshë pranë Tetovës, një njësi e repartit speciale UÇK-s, e mbështetur nga një grup vrojtimi, sulmoi me armë automatike dhe raketa stacionin policor Slavo Maqedonës. Uniforma e pushtetit totalitar do të goditet, gjërsa populli shqiptar të gëzojë të drejtat që i takojnë. U bëjmë thirrje policëve të kthehen në familjet e tyre që të mos humbin kot jetën në shërbim të planeve maqedone për dominimin mbi shumicën shqiptare. Ishte ky paralajmërimi më serioz që i bëi pushtetit nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Por java e dytë e muajit shkurt 2001 do të përforconte edhe më shumë fjalët që qarkullonin se pushtetit po i lëkuntet komoditeti i krijuar nga pazarllëqet që bëheshin në kurrizë të shqiptarëve. Të lajmë më së miri e konfirmoi ekipi i gazetarëve të Anishit, të cilët deklaruan se në Tanush kanë takuar shqiptarë të veshur me uniforma ushtarake me inicialet të UÇK-s. Situata e krijuar sensibilizoi më njëherë faktorin ndërkombëtar. Dhuna dënoi nga shumë deklarata të shteteve të ndryshme, por njëkohësisht kërkoi edhe ndryshimi i Kushtetutës. Ishin momentet e ndryshimeve të thella që priteshin të ndodhin. Ngjarjet zhvilloheshin me shpejtësi dhe intensitet të madh. Në këtë rrethana, protagonistët kryesorë kishin rënë bara për të vlerësuar seriozisht situatën nëpër të cilat kalonte vendi, për të orientuar sa më drejt zgjidhjen e çështjes kombëtare. I udhëhequr gjithmonë nga ideja që të ofrojë rreth vetë sa më shumë veprimtar, politikanë adëtar dhe jo i prirur nga bajraktarizmi, ai pranoi në Prizren aty dhe ku krijoi shtabin të gjithë që kishin dëshirë ta takonin. Një diçka që më ka mbetur në mbres ka qenë koha kur disa shok, të cilët në një mënyrë kishin mësuar lajthitjen lidhur me organizimin e luftës në Maqedoni, që sigurisht ata nëse shohin emisionin ju kujtohet, në isha si pjesëmarrëse amortizuesi dy grupeve, ku ishin grupi i kryesuar nga disa deputet me Kasiot Haxhiregjen,
që donin të hynin në hierarkinë ushtarake, të hynin në luftë pa hierarki ushtarake dhe në atë mënyrë mu më kujtoj diçka që unë nga pozicioni ushtarakut isha kundër asaj. Dhe u takum me Ali Ahmetin dhe në një moment kur ju thot Ali Ahmeti se juve ju kam shok, ne jemi takuar në Prizren me Ali Ahmetin dhe i kemi dërguar ka qenë Kastriot Haxhiregja, Tahir Hani, Fadil Bajrami, edhe disa të tjerë, të cilët u njoftuan me aktivitetin e ushtrisë lirimtare në Maqedoni, ushtrisë lirimtare kombëtare, dhe Ali Ahmeti ju ofroi mundësi që të përzgjedhin ata, se çka doni. Ju keni mundësi të zgjedhni të bashkunoni me ne, t'jeni bashku me ne dhe të koordinojmë të gjitha aktivitetet nga plani politik edhe ushtarak. Ali Ahmeti edhe këtu e tregoi qartë se nuk ishte një njeri që dënde t'ishte i pari, që dënde t'identifikohej me numrin ne, dhe Kastriot Haxhiregjës i ofroi pozitën e udhëheqësit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. I tha kombëtare. I ofroi pozitën e udhëheqësit të ushtrisë lirimtare kombëtare. Me çka i tha Kastriot, mua me kanë nxjerrë momente historik këtu ku jam. Jam i gatshëm me ta liru vendin tim e udhëheqës dhe unë me koni bashkëpunëtor i mirë i yti. Në teren do të hapeshin fronte lufte. Palët akuzonin njëra tjetrën për prishjen e marrëveshjeve të armëpushimit. Gjithçka që ne kërkojmë ka qenë që Maqedonia të jetë edhe shteti ynë, jo vetëm një shtet i një grupi tjetër etnik. E gjitha çka ne kërkojmë është që Maqedonia duhet të bëhet një shtet modern, i bazuar në qytetërimin dhe jo në përkatësinë etnike, e cila manipulohet nga një elitë e vogël sunduese. Do të ishin disa nga fjalët që u drejtoi lideri UÇK-s personaliteteve të politikës botërore. Shqiptarët pas vujtjes me dekade nga regjimet diktatoriale dhe injorimi i ndërkombëtarëve, tashmë po hynë në agjendën e shumë kancelarive botërore. Deklaratat e liderit usharak dhe veprimet në teren i detyruan shtetet më të fuqishme të botës që të kthenin syt nga lufta e nisur për liri. Po që se NATO e ka seriozisht për të jetësuar demokracinë në të vend të përqartë të Evropës, atëherë forcat perëndimore është domosdoshme që të ndërhyjnë sa më shpejt, të inkuadrojnë sa më gjërësisht që tjetë mundur dhe të qëndrojnë derisa të jetë nevojshme për ta kthyer paqen. Të veprosh ndryshe është të ringjallësh fantazmat e viteve 90 që kemi bërë aq shumë për t'i varrosur. Do të ishin fjalët e generalit Clark, thënë në një të përditshme amerikane, të cilat siç duket vendosën në lëvizjen politike ndërkombëtare që të merren më seriozisht me shqiptarët e armatosur. Kështu sekretari i përgjithshëm i NATO-s George Robertson, së bashku me përveçuesit e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të NATO-s, por edhe kryediplomati i Bashkimit Evropian Javier Solana, do të vizitojnë Maqedoninë. Mesazhi i tyre kryesor për palën maqedonëse do të jetë vendosmëria ndaj dhunës dhe zgjidhja politike e problemit. Presidenti i Maqedonisë do të kërkojë vazhdimin e pranisë së përkrahjes së Shteteve të Bashkuara për procesin paqësor në Maqedoni. Më 11 qershor nga ana e qeverisë së Maqedonisë kërkohet armëpushim. Lideri i UÇK-s, përveç se udhëhiqte operacionet usharake, filloi të mendoj tani më edhe për takimet diplomatike që do të mbante me diplomatë huaj, qoftë këto të drejtë për drejta apo me korrespondencë. Shqipkovica do të bëjë vendi bisedimeve dhe vendimeve që do të silleshin për në të ardhmen. Një celul për të cilën politike që do të mbante me diplomatë huaj, qoftë këto të drejtë për drejta apo me korrespondencë. Shqipkovica do të bëjë vendi bisedimeve dhe vendimeve që do të silleshin për në të ardhmen. Një celul për të cilën shumë pak kush di, është dhe vendi i quajtur Dardha, rreth 25 km larg vendlindjes së Zotit Ahmeti. Siktash i thon pikës më të lartë të kësaj ane, ndodhur në një pozicion të veçantë gjeostrategjik
nga ku fare mirë vërejton maravën e dibrën e ku në pëllëm të dorës ke edhe fushën e Pollogut. Një vend me një lartësi prej 1981 metrash, një numër i cili për koincidencë përkon me vitin e lëvizjeve të mëdha shqiptare. Stani i ndërtuar nga vëllai i liderit të UÇK-s ka qenë pika e takimit dhe shtrehimit të shumë luftëtarëve të brigadës së 111, por dhe vendi i projektimit të lëvizjeve dhe i marrëveshjeve të mëdha ku vetë Zoti Ali qenë një koqir shumë personaliteteve vendase dhe të huaja gjatë konfliktit të vitit 2001. Qershor 2001. Pas shumë betejësh frontale dhe diplomatike arrihet marrëveshja. Viti 2001, viti i kthesës historike. Në ohër arrihet marrëveshja. Pranvera më e bukur e saj virgjërore erdhi. Sa gjak e lot, sa vuajtje ofshama, lambrapa e me zipritur e liri. Sa shumë e kemi pritur. Sa gëzim e ëndër të ndrydhura në sëndyqet e nënave shamizeza, paqe të vyshkura para kohe, pa sigurie që në shoqëronte në çdo hap. Tashmë i la vendin jo pa dëshirë të shumë priturës liri. Pas 18 vjetësh rikthehet në gjirin e Zajadit legjendar pranë familjes, njeriu i cili sakrifikoi në emër të idealit kombëtar, Ali Ahmeti. Në shtëpinë dhe fshatin e dashur ku lindi, e pritën këta njerëz, të cilët me vete kishin emocione të papërshkruara, si nga njëherë kur njeriu do që të thotë shumë gjëra, e ku për çudi të mbyllet goja e nuk di se çfarë të thuash, nga se ke një ndjenjë të përzirë në vete, një ndjenjë gëzimi e cila mbytet edhe nga loti. E pra, kjo ishte atmosfera e pritjes së liderit të shqiptarëve, i cili bëri edhe kthesën e madhe historike. Një ecje e shoqëruar nga njerëz e ish liderit të UÇK-s, Zotit Ahmeti. Vallë, ç'mendon ky trim në këto momente tek po ecën në këto rrugisa, ku 18 vjet më parë i ka praktikisur? Me siguri mendon ditën në të cilën është larguar, duke mos ditur se si dhe kur do të kthehet. Por ai që qëndron sigurisht fiton. Dhe në këtë rast lideri i ish UÇK-s dhe sot lider partijak Ali Ahmeti vërtet kthehet fitimtar aty edhe ku lindi. Ai bashkë me trimet e tjerë arritën që të bëjnë atë që për 12 vjet politika nuk arriti ta bëjë. Pra një kthes të madhe historike e bëri pikërisht ky personalitet me shokët që e rrethuan dhe ideologun Daj Fazlin. Gjithsesi nuk besoj që duke patur këtë vogël shafër, të mos mendoj edhe vet Aliu fëmijërinë e tij, të cilën e ka kaluar pikërisht në këtë rrugiza, ndoshta duke mos ditur se një ditë do të hyjë si një figurë në historinë e popullit shqiptar. 18 vjet, dëshiroj të të marrë erë, të kërkova, e di të kërkova gjithkund, nuk të gjej dot askund. Bile një shenjë të më kishe lënë normal. Evropa është plakur, gjithë një plakët, por shpresoj të të gjej, do të kërkoj, nuk ndalem pa të të marrë erë. Dhe vërtet Aliun sot kjo dëshirë e përballi me më të shtrenjtën e jetës që ka njeriu, me familjen, emocione, gëzime dhe lot. Kjo ishte atmosfera që përshkroi për disa momente arritjen e trimit të larguar pa nga kjo shtëpi e kësaj familje para 18 vjetësh. A kom thonë që vite? Ai e mbajti premtimin e dhënë. Ai erdhi këtu me freskinë e lirisë madhe, ku në valizhen e tij nuk erdhi me parfumet e Evropës, por erdhi me rrobat e shokëve të shpuara nga meteorolozat e martajet. Njeriu i cili ishte flamërtari i parë i çdo gëzimi, dasme apo morti, njeriu i cili 18 vite nuk përjetoi as edhe një për veti, pas 18 vitesh bëri dasmën e tij të madhe të dy lindjeve trashëgimtare, të Oskanës dhe Shkumbinit, të cilët u rritën pa përkëdhelin e babait të tyre. Por ato që rëndojnë më së shumti dhe e mallëngjejnë këtë njeri,
janë njerëzit që në këtë ditë nuk arritën ta prisnin. 18 vjet më parë ishte krejt ndryshe. Çfarë shikojnë sytë e mi? Shikojnë lojën e fëmijërisë, apo rrugën e këmbanave, pollazet e gjelbërta dhe kapelet e zeza të shtëpive. Në fytyrët e gurta, sytë e mi shikojnë kullën e parë të varrit, tek pëshojnë të shtrenjtët e mi. Sytë e lodhur të dritares sime shikojnë larg, shumë larg, mallin në të afërmëve të mi, e tëreten këtu, vetëm këtu. Ai u kthye tashmë, jo për të parë themelet të rënuara në gërmalla nga pështuesit e shumt, ashtu sikur se ishim mësuar të shikojmë gjatë historisë sonë, po për të ngritur themelet e reja, themelet e qëndresës historike, themelet e tempullit të fitores, themelin e përjetësisë në tokën e të parëve të tij, aty ku edhe janë rrënjët e gjakut të cilat flasin vetëm shqip. Dhe në fund krejt, ajo që flet më së shumti për Zotin Ahmeti është vetja e tij. Është vetë ai që u largua prej shtëpisë ku ishte student në vitet 80, por i cili e shtrëngoi veten ta lë familjen në rahatin e mërgimit për të kthyer prapë në shtëpi pas 20 vjetësh. Por kësaj radhe, si luftëtar lirie, si një lider politik më i besueshëm i shqiptarëve, në krye të kryengritjes më masive, më të shpejtë dhe absolutisht më të suksesshme në historinë moderne të sivillesës, në të cilën shumë prej nesh kemi dëshirë ta quajmë ilirike për aty dhe kur rrjedh populli i sotëm shqiptar. Kështu duke lënë me një anë uniformën e luftëtarit, por pa e dorëzuar atë, Ali Ahmeti nga rrethanët që i krijoi koha, vesh kostumin e politikanit. Pas marrëveshjes të së cilës qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO, kemi një përgjegjësi të madhe, do të thoshte zoti Ahmeti. Një njeri i bindur për rrugën që ka nisur dhe për sfidën e tij të madhe, e cila për momentin është zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, dhe si një veprimtar i madh i çështjes kombëtare, atij nuk i intereson kolltuku për arritjen e popullit të tij. Nisur nga këto parime, ai propozon krijimin e Këshillit Koordinues të Partive Shqiptare, të cilat si një trup i vetëm do të veprojnë për të implementuar sa më plot marrëveshjen e Ohrit. Përkundër dëshirës së madhe të këtij veprimtari të shquar, i cili në pak ka nxjerrë gjithmonë idenë e unitetit dhe jo të përçarjes, nga të rreshat për fat të keq, i erdhën përsëri nga njerëzit e njëjtë të politikës, të cilët nuk u turpëruan për asnjë moment nga deklaratat pyese që lëshuan nga gojrat e tyre të likta në fillimin e ngjarjeve të mëdha që do të sillnin kthesa historike për popullin shqiptar. Këto nga të rresha erdhën pikërisht po nga ata njerëz të cilët bën lëshime në preambullën e Kushtetutës me qëllimin e vetëm për të ulur peshën marrëveshjes, të cilën vetë firmosën. Marrëveshje për të cilën në asnjë moment nuk dha ndihmë për të implementuar, por përkundërzi, u përpoqen për gjithë këtë hark kohor që ta quajnë si të vdekur. Duke qenë pa diskutim personaliteti më i besueshëm në mesin e shqiptarëve, zoti Ahmeti vendoset përballë aktit të kryer të themelimit të subjektit të tij politik, subjekt i cili do të sfidojë të gjitha pengesat për të realizuar premtimet e dhëna. Ai u prit nga populli i tij siç mund të pritej një triumfator. Rrugët kudo që shkonte ishin të tejmbushura nga njerëz që deshin vetëm të shikonin këtë gjigant. Sallat e pallateve të kulturës dhe restoranti i Dardania Ballkan, aty dhe ku prit në vendindjen e tij, ishin tepër të vogla për të marrë brenda dyndjen e madhe të popullit për të pritur fitimtarin e tyre. Përballja e politikës së pas luftës, politika destruktive e opozitës, kalimi i 3 palëzgjedhjeve politike, qeverisja me një partner të koalicionit siç është LSDM-ja dhe një sër rrethanësh të tjera të krijuara kohë pas kohe, nuk kanë qenë faktorë të cilët do të triumfonin mbi vendosmërinë e zotit Ahmeti që marrëveshja e Ohrit dhe statusi i shqiptarëve në Maqedoni të mos avancoheshin. Sot shqiptarët në Maqedoni flasin gjuhën e tyre në të gjitha institucionet shtetërore.
shqiptarët nuk kanë më frikë nga policia e këtij shteti. Ata përdorin simbolet e tyre kombëtare në institucione dhe gëzime familjare. Ata qeverisin me vekten e tyre në komunat ku banojnë me shumicë shqiptare. Po shteti vendor ju ka dhënë kompetenca që deri dje nuk i kanë patur. Shqiptarët tani kanë universitetin e tyre shtetëror që ndërton vlerat e të ardhmes. Shqiptarët mbajnë aktivitete kulturore dhe shkencore pa i penguar askush. Ata festojnë krijimin e alfabetit aty ku themelua. Shqiptarët kanë mundësinë e krijimit të komunave të përbashkëta për të bërë regionalizimin i cili të zhvillon të këto hapësira të cilat deri dje kanë qenë të nëpërkëmbura nga të gjitha pushtetet. Por pavarësisht këtyre arritjeve, lideri i BDI-s nuk është i kënaqur. Ai thotë se nuk mund të ketë zgjidhje ideale përmes punësimeve në polici, administratë o ushtëri. E shumta aty mund të rregullohen disa punësime. Sfida jonë është që të krijojmë një situatë interesante për investitorët. Dhe këtë me pak përkushtim mund të arrijmë, thot njeriu i veprimeve dhe arritjeve të mëdha. Nga ne tani kërkohet punë dhe jo fjalë. Problemi kombëtar shqiptarëve të Maqedonisë është zgjidhur, sepse këtë problem dhe këtë situatë e menaxhon komunitetin ndërkombëtar, e menaxhojnë 3 qendra ndërkombëtare që vendosin: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Ajo çka kërkohet prej nesh është përkushtimi për një të ardhme më të mirë dhe jo lëvizjet e pamenduara që vënë në pikpyetje të gjitha këto arritje, të cilat për modesti Zoti Ahmeti ka dëshirë t'i quajë të gjithëve. Kjo periudhë e cila me shumë të drejtë mund të quhet si periudha e artë e shqiptarëve të Maqedonisë, e ndërtuar dhe udhëhequr nga strategu jo vetëm luftarak, por edhe diplomat, bëri që Tetovo të jetë qendra e tretë kryesore për punimet të vendimarrjeve politike për mbar shqiptarët. Deri kohët e fundit Tirana dhe Prishtina kanë patur përparësi në këto qëndrime politike, por vitet e fundit në kujdesin e arkitektit të luftës dhe të ndërtimit të paqes, faktet flasin për një ndryshim të vektorit. Politika shqiptare në Maqedoni u ndesh me një konflikt të nisur nga UÇK-ja, duke kërkuar ndryshimin e situatës në favor të qytetarëve shqiptarë. Por kur të gjithë prisnin që UÇK-ja do konfliktojë me politikën zyrtare shqiptare, që ishte edhe pjesëmarrëse në qeverinë maqedoneze, ndodhi e kundërta. Në vend të sharjeve, Zoti Ahmeti u shtriu dorën e bashkëpunimit të gjithë forcave shqiptare për të ndërtuar oazën e vërtet të paqes bazuar në një marrëveshje ku garant janë partnerët ndërkombëtar dhe jo ata qeverisës. Kështu tashmë, një e vërtet që nuk mund të mohohet është se Tetovo në ndërtimin e Zotit Ahmeti po bëhet qendra e përpunimit të politikave emancipuese dhe integruese, politika të denja për të marrë shembull edhe nga Tirana apo Prishtina politike. Ky është Ali Ahmeti, njeriu i veprimeve dhe jo i fjalëve boshe, njeriu i cili solli kthesa të mëdha, për të cilin më shumë se kushdo do të flasi vetë historia, duke e cilësuar padyshim se një thesar i rrallë që hyn në historinë shqiptare me një personalitet të një veprimtari të shuar, të një prisi usharak shumë të suksesshëm dhe të një diplomati vizionar për çështjen kombëtare.